Ilaria Sula, një studente 22 vjeçare nga Roma u zhduk me 25 mars duke shkaktuar shqetësim të madh tek familja dhe miqtë e saj. Fillimisht, autoritetet menduan se vajza mund të kishte ikur pas një ndarjeje me të dashurin e saj Filipinas, por një hetim më i thedhuar i ka drejtuar ata në një rrugë të ndryshme. Trupi i saj u gjet brenda një valiçeje në një zonë të pyllëzuar dhe hetuesit dyshojnë se ajo mund të jetë vrarë me thik, sipas hetimeve të para. Samson dyshohet se e ka goditur disa herë me thik Ilaria në apartamentin e tij dhe më pas e ka fshehur trupin e saj në një valiçe për të përpjekur që të fshinte provat. Në përpjekje për të zbuluar të vërtetën, u zbuluan fakte rronditëse që tregonin se ishi dashuri i saj kishte përdorur telefonin e saj pas zhdukjes dhe kishte postuar në llogarinë e saj sociale, duke ngjallur dyshime të mëdha. Ilaria ishte parë për herë të fundit mbrëmjen e 25 marsit, kur ajo kishte dalë nga shtëpia pa u përshëndetur me shokët e dhomës. Ata kishin dërguar mesazhe dhe ai kishin tentuar që të lidheshin me të, por nuk kishin marrë asnjë përgjigje. Familjarët dhe miqtë e saj filluan menjëherë një kërkim më të gjerë, duke publikuar fotografi dhe informacione për të ndihmuar në gjetjen e saj. Disa ditë pas zhdukjes, ata ngritën alarmin në rrjetet sociale dhe hetimet u intensifikuan. Fatkeqësisht, pas gjetjes së trupit të saj, çdo shpresë për një fund të lumtur u shua.